gra të cilat kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës. Si mjeke, i ki qarta disa koncepte në relacion me dhunën seksuale. Mirë po dhuna seksuale ushtruar si armë e luftës ka një dimenzion tjetër. Qëllimi është me shkatru komplet personin si till, po përtej atë edhe anëtarët e familjes apo kushdo që ka qenë prezent aty. Shumë herë këto gra edhe burra në momentin kur janë nështru dhunimit nga forcat serbe kanë qenë anëtarët e familjes, edhe ata shumë herë kanë qenë si dëshmitar kur kanë reaguar në vra ose janë plagos ose janë marrë detyrimisht aty për me përjetu në ngjarje njësoj sikur ajo që e ka përjetu dhunën seksuale. Për faktin që këto relacione janë të tilla edhe e bën edhe më të vështirë pastaj me tregu ngjarjen ose me kërku ndihmë, kur i takoja këto gra në fillim, nuk është që kishin mundësi me fol ose me dhënë rrëfim. Edhe për mua, me thonë sinqerisht, nuk është që kom ditë qysh me ndëgju atë rrëfim.